Kushtet e jetesës, mbështetja sociale dhe shëndetësore, si dhe politikat në favor të moshës së tretë, ishin në qendër të intervistës së zhvilluar me disa të moshuar në Libofsh të Bashkisë Fier. Banorët e moshës së tretë shprehen se krahas përmirësimeve të bëra ndër vite në infrastrukturë, investimet publike nuk kanë qenë gjithmonë të shoqëruara me krijimin e hapësirave të nevojshme për çlodhje, argëtim dhe aktivitet social. Sipas tyre, mungojnë ambiente të posaçme ku të moshuarit të mund të kalojnë kohën, të zhvillojnë aktivitete dhe të kenë mundësi të komunikojnë me njëri tjetrin. Hapësirat e gjelbra dhe zonat çlodhëse mbeten gjithashtu të pamjaftueshme, ndërsa zhvillimi urban dhe ndërhyrjet infrastrukturore kanë reduktuar sipërfaqet e destinuara për këto funksione. Një tjetër shqetësim i ngritur prej tyre lidhet me shërbimet shëndetësore dhe sociale. Për një pjesë të konsiderueshme të këtyre shërbimeve, të moshuarit e Libofshës duhet të drejtohen në qytetin e Fierit, duke përballuar vështirësi dhe shpenzime shtesë për transportin. Ata kërkojnë më shumë vëmendje nga institucionet vendore, jo vetëm për përmirësimin e infrastrukturës, por edhe për krijimin e kushteve që mosha e tretë të ketë një jetë më aktive, të jetë e sigurt dhe dinjitoze në komunitetin ku jeton. Në një shoqëri që po përballet me probleme me rritje për të moshuarit, kujdesi për këtë kategori nuk lidhet vetëm me pensionin, por edhe me shërbimet sociale, shëndetësore, hapësirat publike dhe mundësinë për të qenë pjesë aktive e jetës së komunitetit. Si është jeta për të moshuarit në Libofsh? Është një periudhë që është e vështirë, sepse vetëm ne kemi ngelur. Edhe ne ja merrem me këtë shokun unë, e kam komshi. Është Vetëm të moshuarit kanë ngelur? vetëm moshë. Ja. Shikon ka marrë ubi. Probleme keni vetmin. Ja, thot kolegu juaj është problemi kryesor këtu në Libofsh. Si e konsideroni ju jetën pa fëmijë, pra në emigracion? Sa të thosh me, si gjithë tjerë, vetë mija është ajo që më zhritë, s'ke qa ben. Kjo është vetë një. Pa fëmijë, fëmijët janë të larguar, ne kemi ngelur. Atëherë çfarë doni ju që të ndryshojnë Libofsh? Për më mirë. Se kur ta ndryshojë? Ja ta themi ne. Qa edhe pa thamë. Ku të ndryshojnë Libofshën? Ja ben ata Libofshën, e ben me këto gjera, ben shishin atje, që për bukurin shishin atje. Na përvloj betonit. Na përvloj beton, kaq, nuk e ndryshojnë do të me atë. Me mi mos të një gjë. Ne themi këtë, kemi jetë, ne pensionistët, jemi mirë, kemi kalama një kaq. Partitë politike, kur bëjnë fushat elektorale, kanë një program ku fokusohet të mirat që duhet të sjellin pensionistëve. Realisht kanë sjell? Vetëm sa bëjmë premtime, asnjë. Poshtë, bëjmë premtime. Në qendër. Kjo është shkatrim. Ne e patëm për bukuri. I kishim pemët 30 vjeçë, 40 vjeçë, ne e pre, ne e hoqim, ne e bëm beton. E kishim lulishtë të bukuri. Ne e bëm kështu.